Unë kam shumë respekt për doktorin, se e kam koleg, profesor. Gjykata e Tiranës ka kthyer për plotësim padinë e ngritur nga Mereme Sela, e cila kundërshtonte përjashtimin e saj nga gara për kreun e Partisë Demokratike. Vendimi është marrë më 8 maj 2026 nga gjyqtarja Suela Xhani. Sela kishte paraqitur kandidaturën për zgjedhjet e brendshme të PD-s që pritet të zhvillohen më 23 maj, por Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale vendosi më 1 maj të mos e miratojë si kandidate zyrtare. Pas këtij vendimi, ajo ju drejtua gjykatës duke kërkuar shfuqizimin e skualifikimit. Pas shqyrtimit paraprak të dokumentacionit, gjykata konstatoi disa mangësi të rëndësishme procedurale. Sipas vendimit, në padi mungonin të dhëna të plota identifikuese të paditëses dhe dokument identifikimi i vlefshëm. Po ashtu, nuk ishte përcaktuar sakt pala e paditur sipas regjistrave ligjor dhe mungonte pagesa e tarifës gjyqësore. Gjykata evidentoi gjithashtu se në kërkesë nuk ishin paraqitur qartë faktet dhe rrethanat që kërkoheshin të provoheshin, ndërsa dokumentet bashkëngjitur përfshirë vendimin e Komisionit të PD-s ishin vetëm fotokopje të paunifikuara me origjinalin. Për këto arsye, gjyqtarja vendosi kthimin e padisë për plotësim, duke i lënë Selës mundësinë që të riparaqesë padinë me dokumentacionin e nevojshëm.